A e di një kush është vendi jot në familjen tënde? Në familjen që u rrite dhe gjithashtu në familjen që ke krijuar. Dhe a e di një që hierarkia në familje, në qoftë se nuk je në vendin tënd, atëherë vjen çdo gjë rrëmuj. Qoftë se je fëmijë dhe je në vendin e nënës ose të babait, ose je fëmia i parë dhe ke zënë vendin e fëmijës së dytë ose anasjelltas. Gjithashtu, për të gjithë ata që nuk kanë ditur dhe nuk e kanë akoma vendin e tyre në familjen që u lindën, pavarësisht se keni bërë familjen tuaj, ju akoma dhe në familjen tuaj nuk jeni në vendin e duhur, por nuk jeni atje ku duhet dhe në hierarkinë e familjes që keni krijuar. Dhe kështu mund të kesh errë shamata, bllokim energjie, mund të kesh mungesë paraje ose shëndeti dhe shumë të tjera. Në qoftë se dhe ti je interesuar të mësosh vendin tënd në familjen që u lindë, akoma dhe në familjen që ti ke krijuar, jam këtu për të ta treguar ditën e ente, nesër në orën 8, terapi diagnostike falas për të gjithë ju që doni të mësoni vende në familje dhe si mund ta rregulloni atë. Kërkoni link për të marrë për platformën Zoom dita e ente, ora 8 me orën e Shqipërisë. E ju përshëndes, qofshi mirë. Dhe ju mirëpres, mund të më dërgoni mesazh në Telegram, në WhatsApp ose në Viber tek telefoni 0030 699 321 46 37. Shpërndajeni këtë video dhe në persona të tjerë se mundet dikush tjetër të ketë të nevojshëm ose është gati të mësoj a është në vendin e tij, në familjen e tij, në familjen që u lind, akoma dhe në biznes, sepse hierarkia bëhet dhe për ata që kanë biznesin dhe kanë dhe njerëz të tjerë të punësuar, ose kanë tjetër person është që e ka në emër biznesin dhe tjetër person ka vënë paratë, ose tjetër person e bën komand të gjithë këtë biznes, por duhet të dimë kush ka radhën e parë në bazë të gjendjes që ata janë. Qofse do t'i mësosh, mund të vish ditën e ente falas në platformën Zoom, kërko link. Ju përshëndes, qofshi mirë, ju mirëpres.